Kemi vendosur në malë prej orës 8 deri në ora 9:15 me lëshu si këngë të cilat janë të dhjetave edhe për këto është fajtor Teoman Ukqa, muzikanti jonë edhe tonisti jonë i Eksen Kosovës. Me hiking njeri, i aktiv, me sno njeri normal që u përfundu edhe kjo sezon, po tashme erdhë koha që më marë pak edhe me tenis. është fjalla për Prishtina Open 2016, një prej tournamenteve ma interesante cila më nuk me ndodhë në Kosovën tonë dashur saj përket fushës së tenisit. Jeni bu gati gjithçka, e di që e ki eksperiencën mas vetes, po normal si çdo vjet ka probleme, ka ndryshme. Çka do të kemi si vjet në Prishtina Open? Kujgjësi, zakonisht, Prishtina Open është turneu më i madh në Kosovë, se ka mas shumë të kategori në veti, llogarit është dikur rreth 13 kategori. Një kategori ka 25 deri në 30 lojtarë. Do të thotë dikoj kemi 250, qashtu tenist, që vim prej Kosovës, Shqipnisë dhe diasporës. Diaspora është ai numri që është shumë serios, se vim prej Suedisë, Gjermanisë, Francës, edhe zakonisht i rezervojnë vendet paraprakisht, pra disa javë për para që ishën mësu dhe ata na dërgojnë e-maila, thojnë mos ma hup vendin se jemi për shamon këtë kategorinë 12 ose 14, pra ka me qenë një turnej si zakonisht që mahat në fillim të korikut, në kohën e Wimbledonit, mahat edhe zgjatë 2 javë, pra llogarit 2 javë një turner, që është turner shumë i madh, për shkak se edhe kemi 2 terene, edhe për herë të parë ky turne është majtë në vitin 1992. Pra ky është edicioni... Më duket se janë edhe disa gjirime kanë qenë të kohës. Më duket se kom lëshu edhe unë në pjesën e memorit. Ajo po më duket është... Apo ajo është intervista në 79-ës. Do të thoni ka 27 vjetë është ajo. Pra është edhe në YouTube, pra nëse shkruani tenis Prishtina 1989 është edhe videon ton të parë. Është një Albenin e vogël. Kur kom pas edhe flokë. Po, ky turnet nuk ka medalu shumë për tjerave, sepse çdo herë që e majmë në korek vinë me qindra njerëz, është edhe stafi më i madh, pra topa shumë tenisit, dini pra nëse lunë tenis du të mi pas 2-3 topa, po ajo është veç një meq, pra llogaritni sa meqe, pra kanë më majtë me qindra topa tenisit, refera. Kemi gjitha kuadrat për secilin? Jemi të përgatitën si Kosovë saj përket tenisit? Po jemi të përgatitën që edhe për shoh që ka një lëvizje të mirë. Spaku në ka diçka. Po, prej se u pranum në ETA, European Tennis Association, edhe në ITF, jom bodo ndryshimet mëdha, pra kemi marrë pjesë edhe në për turnet botnore, për shembull, edhe dini këta në Fed Cup-i, unë jam kapiteni i ekipit Kosovës, i fitum 2 shtete, pra këta Mozambikun edhe Islandën, e kena mujt në prill ekipin, po, na ju kemi boq ashtu, edhe i kemi mujt ekipin e Islandës, femrat, pra pri këti tenisi çfarë kemi bo këtu në Kosovë, edhe gjithashtu edhe Marokën, një pjesë të Marokës e kemi mujt, pra 3 shtete, me një fjalë është sukses për Kosovën që është i raport, pra debutim në arenën ndërkombëtare. E kjo e ka jep pak një farë se tash njerëzit po thojnë, pas kemi shansa na, kemi tenist. Problemi është tenisi i meshkujve, pra tenisi i meshkujve sepse ata që janë talenta po e lojnë venin, pra po shkojnë nëpër vende të tjera të botës, është për shembull edhe rasti me Seferin, e kemi një farë teniseri. A është ata që po vazhdojnë karrierën diku tjetër, me një shtet tjetër, me një pasaport tjetër, apo është çështja që po rriten, po futen me një farë fazet pubertetit edhe nuk i intereson më? Kemi raste për shembull kur është teniseri shumë i mirë dhe po shkon me familje për me kalu një kohë shkurt, po e sheh veten që është i mirë në tenis dhe po met në çat vend. Edhe mandej nuk kemi edhe aq shumë tenistë të meshkujve. Interesant është puna që na kemi junior, kemi me qindra, po kvalitet për me arrit në arenën ndërkombëtare, pra me fitu në i challenger ose turner të klasit B, natyrisht po flas për këto të Wimbledonit, vjen një kohë e gjatë, pra është një kohë e gjatë se është shumë sport i vështirë. Pra nuk kemi si ato sporte që në basketball dhe në futboll që i kemi kvalitetet e paraforta me këto shtete tjera, këtu në tenis vjen investim ekstrem. Pra duhet mas pari familja
i cili të takon ju përkushtu, me shit me shpije, me gjitha tjera, me gjithë sponzora që ai tenist me vazhdu karierën. E që këtë lëks për besoj nuk e kanë shumë familje këto? Ne kemi tenist që i takojnë ati rangu, mirë po jënë shumë pakis, edhe ata tenist zakonisht jënë për taca. Është interesant, nuk kanë dëshirë shumë me i kushtu vetës, menojnë që veç dy nejt mujnë mu bo tenist. E do të me qenë një farë kombinimi i kushteve të mirat familjes bashkë me një vullnet të madhë fëmijët që donë me lujtë tenis. Pra që të kombinim na nuk kemi mujtë me gjithë jo qatë shpesh. Pra jënë të rallë të rallë. Është mirë mësë mi lazdru ata fëmijë. Po, s'po ditë, është puna e prindve që nështë i lazdrojnë pak, po na munomi që me pas politike në njëjtë për krejtë fëmijët, po zakonisht ata që janë me kushte më të vështira, kur po na vinë në tenis, janë më të mirë. Po i japin zonë ma shumë, na po i shtyjmë, po kur po vjen puna turneve, manej, po du të sponsora familja të në me i përkra dhe s'po ka shansë, dhe i manej po metë, që aty është problemi në tenis. Tenis du të me pas kushtet e mira që është fatkeci për këtë sport. Saj për këtë ditës nesërme, do të filloj mëngjes diku herët? Po, në oranën e gjysë kemi kategorinë e parë, pra është kategoria 12 dhe 12. Aty kemi tenis shumë. Pra 12 jënë ajo, që me thonë, armonia jo në tenisit. Mandej ditën tjetër kemi 14, 16, 18. Mandej fillojnë seniort. Mandej kemi double, mixed double, kur janë qiftet përzime femën mashkull, edhe mandej përfundon të shtunën e arshme me ceremoni përmbyllëse, kur përfundon edhe finalja e seniorve. Atëre mandej kemi gati kupat për gjitha këto kategori, japim, kemi fjalime pak edhe nështa edhe transmetohet dikun. Po këshyrim që këtë vetë nështa do të kemi kvalitet më të mirë se vitin e kaluar. Saj për këtë pikëve gjithë këta teniserë të cilët marrin pjesë, do të rangohen, do të marrin pikë të ndryshme, sepse mas pranimit po besoj që do të shënohen edhe këto pikë. Po, e ta shto pikë nuk vlenë në botë, se këto e në pikë interne. Brenda Kosovës. Po, pikë brenda Kosovës, pra aty e i sati e në Kosovë, i 2, i 3, i 4, e mane ajo të një mënë për me shku për shamull me përfatsu Kosovën në i turnir, për shamull, që se i pari në Kosovën senior, atër e kima letë me shku me prezentu Kosovën për shamull me në i turnir, se na mujmë me thonë, okej, që ta 5 partë shkojnë. Për shata është ai motivimi kush po fiton vendin e parë në Kosovë, se mundet me përfatsu Kosovën ndiko tjetër. Tash po presim që me ardhë dhe kjo diaspora, se diaspora kur po vjen, po e bjen një këndelje në tenis. Po vinë ato kvalitetet e tyne, pi shteteve, pi nga vinë. A vreje dalimi? A në qysh, ata luajnë teknikisht shumë mirë. Po kanë një herë mangu atë inotin për me fitu, e që na i kemi. Pra inotin këtu në Kosovë kanë pak më të madhë se ata që po vinë për pak inot nga mi adhon atë, ata pak profesionalizëm. Interesant është fitoret shkojnë 9-10. Na fitojmë për 10 lojve, na fitojmë 9 herë, ata fitojnë një herë. Po ata teknikisht dokën shumë a mirë, se i kanë ato, si me thonë, orë të ndryshe që munon teknikisht mi pas për sësmërin, po jo në fitimin e lojës. E na i kemi ato, për ato dhe bëhet një kombinim shumë interesant, kur bëhet turneu, fillojmë mu bëhet ato gërshetimet, edhe na marim për të në diçka, ata marim për njëve diçka. Ajo është e hapën për gjithë, dhe të gjithë qytetarët dhe qoftë Prishtinës ose qyteteve tjera. Gjithë kush mundet me marrë dhe ku mbahet tradicionalisht në bregun e dilit? Në bregun e dilit e obori shkollës Ismail Qemali, pra është i vetëmi vend ku faktikisht ekziston tenisi përveç rilindjës, pra që është në të bashkë, fatkeqësisht kemi vetëm këto terene, duhet me pas shumë a shumë, po ne kemi ato dhe pri vitit 93 jemi aty, pra pri 93 si mojmë turnet në qatë vend. Po presim tash nështë bën diçka komuna për me regullu ma shumë tenis e sport e përgjithësi që shkjo rini me pas ardhmëni. Na kemi shumë rini edhe kemi i natë për me arritë në botë. Kisha pas dëshirë që me arritë këta dikur. Më kujtojnë që të fjallë kër i kom pas 17 vjetë. Po. Se di kom 34. S'ka ndru për gjëjtë. E kemi një rini shumë të shëndeshme, me rinin tonë s'ka.
A, ku më thonë unë e këto? Plagu, A, po, nështë da, së ku më di, thonë unë e, po, nështë da. së di, ti e kon 24 vjeqar atëherë, 25. Po presim, na kemi rinim, po kam dëshirë që sa ma shumë i kanalizu ka sporti. E pat edhe vetë me hiking në atë emisionin e para prak, pra na kemi rinit mrekullueshme. Kësha pas dëshirë që në të ardhmen e afërt me pas në njeri nga Kosova, Cili del prej këtuit, që del këtuit, edhe që shkon në Wimbledon edhe ja shoj me emrin në tabel. Jeni faleminderit shumë për këta, sigurisht se Klan Kosova do ta përcjell si eveniment shumë interesant i cili ndodh, është fjala për Prishtina Open 2016. Faleminderit Beni edhe një herë, është koha për motin.